2 ditë pasi u gjeti pa jetë në plepa të Durrësit, familjarët e Astrid Hysenajt deklarojnë se i afërmi i tyre humbi jetën teksa ishte në orarin e punës. Për këtë ata thonë se disponojnë edhe pamje të kamerave të sigurisë në zonë, ndaj kërkojnë që ngjarja të njihet zyrtarisht si humbje jete në krye të detyrës. Familjarët kërkojnë që ky ka rënë në krye të detyrës, sepse sipas pamjeve tona deri në 8:25 ky ka qenë duke punuar. E vërtetojnë që është punë. Ato që i takojnë sipas ligjit një punonjës se ne mendojmë atëherë ka qenë momenti që është zhdukur. Që nuk është gjetur më. Nëse ndonjëri ka pamje të kundërta, le të na vë në dispozicion. Që mbas kësaj ore ka qenë duke ikë në shtëpi ose ka qenë këtu. Ne ato që kemi ne 8:25 ka qenë duke punuar. Më datën 8 janar, 54 vjeçari punonjës i Bashkisë së Durrësit u gjeti pa jetë në plepa, pas kërkimeve nga shërbimet e policisë dhe nga polumbarët e Reneas, ku u gjet trupi i pa jetë në një kanal kullues në afërsitë e ish-repartit ushtarak. Bashkia e Durrës tha zyrtarisht se Astrid Hysenaj ishte paraqitur në punë dhe se ishte larguar pasi ka mbaruar orarin e punës.